Qytetarët e mbyllura janë? Po, Mbyllur, po. mbyllura nuk na shef njëri nga rruga. Çfarë Kam po hallë se bëjmë? ka zhurmë makina, si për gjë. S'ke frikë se mo të shikojnë lakuriq. Edhe ajo është frikë. Te e diku. Pse plako do ta kishe kështu, s'do ta kishe problem fare të dilje lakuriqin publik, ë? Qa ka më plako? Ka plazhe për atë punë, nuk kemi këtu, po. Çfarë plazhi? Plazhe nudiste. Këtu në Shqipëri apo? Se që ka në Shqipëri, gjetë kë. Gjetkë. Po ka, s'kam. Kam qenuar të njëri në Greqi. Ne nuk e njihnim se na dha një harç që po lëviznin me një motoskaf atëherë që në motoskaf shumë varg, motor. Edhe na dha një harç, to janë 14 xhiret që mund vizitoni domethënë me këtë që e merrin me qira aty. Dhe ne nuk kuptonim se ishte greqisht domethënë dhe thjesht po shkonim në vende kështu çfarë na shifte syris, po e përdorim shumë hartën. Edhe do të ishte 6-ta, kishte plazh nudist, po ne shkuam edhe ishim të parët aty. Jo, nuk e dinim, ishim me rroba, edhe vetëm kur bëhemi tikim, shohim një çift që heq sytjenat ajo gruaja, edhe unë isha me njerëzit e shtëpisë, domethënë me mamin, me babin, me këto këtu, domethënë edhe ishim dhe këto kushërirë, xhaxhaje të tjerë shu edhe Këtu ndryshon komplet historia. aty bëhet domethënë, aty fillojmë gjithë shohim njëri tjetrin kështu çuditshëm domethënë. Jemi çik kështu domethënë. Po mirë, normale, kemi mentalitet, nuk e kemi këto gjëra. Po mirë, normale. Ikëm nga ai plazhi pastaj. Jo me dëshirën tonë domethënë të rive, po këto nuk na lanë. Po normale o plak, s'do të lindë. Gjetëm dhe një shapkë të humbur aty te ai plazhi, kështu që një shapkë. Tek shapkë. Okay. Kujti ka humbur shapka, ta di që ka harruar aty. Ka 10 vite ky muhabet, kështu që po. Ne ka nxjerr shapkën tek ai Dashtino, plako njerëz të humbur. Mirë, faktikisht e çuditshme sa edhe plazhi nudo. Pse mo plak? Po nuk e di si çka kuptim ka një radh parë. Ma janë merr rreze nga gjitha anët. Po nuk do kesh më ngjyrë të bardhë në trup. Domethënë vetëm ai është koncepti që më kap dielli nga do. Po, je dhe fresk. Besoj është edhe kështu më, domethënë për liri, ku diun. Po zakonisht këto pjesët intime janë si më të errta, s'ka në sigurt. Jo. Nuk e di, po unë do ishte shumë siklet. Informacion shumë i tepërt. Imagjino për shkakun të vije i fundit në plazh. Po ka plazh nudist dhe gjys nudist domethënë. Këto nudist fare nga mbar një tjetër në. Po kush i ndan rregull ato? Po e ke të shkruar te tabela, ke rregulloria. Po, duhet jetë një. Është ka një rregullator. Po nuk është me detyrim, me sa mora vesh unë, domethënë që ka disa që janë plazhe me detyrim ashtu, ka ca të tjerë që është domethënë është dhe më shumë kultura. Pra në Spanjë në disa plazhe jo vetëm njëri, edhe sikur mos jetë shkruar, domethënë nuk e kam problem që të dalin domethënë topless. Unë pyetje që do të bëja ishte për shembull, ai është plazh gjys nudistësh plak, edhe. Po bëhet i pyetën që do patjetër. Nuk është hera parë. Të lutem mos më bëj manjak. Nuk e di. Cila ishin jo. Jo, doja të pyesja për shembull te këto plazhe gjys nudistësh plak. Mund të veje për shembull full nudo? Po tani nuk e di, po ato në Spanjë kishte edhe full nudo. Okej. Prapë se mora përgjigjem. Po nëse kishte full nudo, kishte edhe njerëz që ishin të veshur, kështu që i bie që aty ishte pak kështu domethënë. Kishte larmishmëri. Po, birre. Po, s'do pimë birra. Edhe unë gjuhën e trashë kam. Jam gati për plazh gjysmë nudo. Kam shumë trash gjuhën. Po si do dalësh gjysmë nudo në plazh më plak. Po vetëm me shapka. Edhe me kapele. Edhe me kapele. Top and bottom. Zoti mal, çfarë lloj. Edhe me krem diell. Tu në Shqipëri do funksiononte në një herë, se do. Po ka nudistësh në Shqipëri. Po shkon e Dirama. Po tani se ka një foto. Po ka një foto, po se ka në Shqipëri. E ka bën Francë. E kanë në Gramsh. Në shtet më vete. Plazhi Gramshit në Francë. Plazhi nudist i Gramshit. Atë foton e ka me një grua që tani është grua e një ish ministri prap të vënë nga Rama.
Për shumë, ai ka pasur... Ka një diçka aty. Ka pasur të dashur, edhe kanë shkuar në ky plazhin nudist, pastaj i ka rregulluar një shokun e tij Rama, se mbante dot më, dhe pastaj ka bërë ministër. Ka dashur të lajë vetëm nudo ajo besoj. Prandaj se mbante dot më Rama. Ja, ty janë ndar në plazhin nudo. Te plazhi nudo? Po. Kush e di ç'ka ndodhur aty? Po pra. Nuk e di. Jo, do të thoshë për shembull, plazh nudo në Shqipëri ka plak. Për shembull, na ka Roboruni janë mbrapa, që ka ca gjire. Dhe vjen njerëzit plazh me emër nudo apo plazh nudo? Jo. Më konfuzohet. Po mendoje që tani, ka vetëm po ti ke parë vet apo e ke me të dëgjuar? Me të dëgjuar. Po normalisht vetëm në plazhin se çfarë më dimu aty. S'ke parë as video? As video. As foto? As foto. Po, atëherë nga e din që ekzistojnë. Emër mbi emër të ndonjërit? Që si mund të qëndrosh i fikur në plazhin nudo? Se problem do jetë. Mendo për gjyshe. Gjyshen të tjerëve? Një gjyshe që nuk është e bukur. Në mendjen tënde. Nuk e di, çdo njeri e ka personal mendoj. Atë turn off-in. Butonin që ti pas me gjyshe. Po, me gjyshe, me plaka lagë. Një nulla të gjyshes. Festa, beta, jo. Prijet të direkt, plago, jo. Prijet direkt, FBI wants to know your location. Zoti mo. Jo. Po besoj se Në dia çfarë beson? Po besoj Nuk beson tani. se dia besoj apo mos besoj, e ke parasysh. Kjo është çështja hamletiane. E plazhit nudo, nuk di të besosh në plazh nudo apo jo. Po më duket si fantazi plak, ose ishull i kërkundit. Fantazi në kuptimin që do dohet të realizoja apo? Jo, më fantazi thjesht kështu, e ke parasysh. Shko, un kam një histori prapë shumë të thënë, jo të përjetuar vet, po një shoku im ka vajtur në një plazh nudo në Greqi, po jo se ka shkuar brenda, se ka qenë fëmijë kur ka shkuar, edhe thjesht e ka parë nga një shkëmb. Dhe ishin treshtuara ja dy plaga gjermane, dhe i hidhte sisët ajo mbi shpatull, që ta kapte dhe dielli poshtë. Si pas ti. Okej. Kjo besoj se do jetë shumë e vërtetë. Po, është e vështirë për tu. Ja si mund të bësh turn off. Po bra. Shikon plakat që janë aty. Gjermane që duhet gjermane se s'bën. Po. Faktikisht e kemi bërë shumë mirë këtë temën e plazhit nudo. E di pse? Se kam përshtypjen me këtë luftën e tretë botërore, si ishte ajo shpreha, nëse ndodh lufta tretë botërore. Sigarja mas buke. E katërta do jetë me gur. Kështu që do kthehemi në të qenurit nudo. Do kemi më rroba. Do kthehemi do kthehemi prapa në kohë. Do bjerë bombat e tegu. Edhe ke kapi, edhe opa. Baruan rrobat të shqiptarët. Do njëra me slimshir, jo se ato janë shtrejta herë kush mbas luftës do kemi lek. A keni frikë nga kjo luftë apo? Frikë. Po edhe po pata frikë çdo ndryshoj. Kështu që kam zgjedhur mos kem frikë. Do ruash rrobat. E kam çeur sa rroba poshtë më drum. Brenda frigoriferit. E ca konserva peshku. Unë për ditë po ble nga një që ta. Po është rritur çmimi? Jo, gash. Konservave të peshkut. Aq është 1200. Qa peshku hama? Po peshkun më surrogato ose unë për mbjetuar i dua, s'është do. Se më ti mbjeton luks valla. Në mbjetesë jemi më plak. Që atëre të amë, të pimë. Po bra. Dhe të kemi rroba. Do kemi rroba të temës. Po rroba do kesh me shumicë plak se. Ora vërtet, po plasi lufta domethënë, si do ja bënin, ku do porosisnin nëse s'është temu. Porositur rroba prapë bëhet fjalë. Po rroba, gjëra që nuk na duan të tjera. Nuk besoj se po të bëhet lufta e tretë botërore, lufta e katërt do jetë me Shkopin dhe Gur.
Kaq është tema. Na malë gjeve plak. Dhe një mesazh shumë të fortë. Do ta them një herë që ta kem kështu që ta fus shpesh. Siç ka thënë Einsteini, pastaj do fusat shpejt. Siç ka thënë Einsteini. Parnisi kjo. Okay. Mirë. Einsteini Faktikisht ka një rrezik real. Se ato raketat teknikisht mund na arrin këto raketat e Iranit. Te nga Italia e kishte rrezën. Pam një kështu, unë pash, besoj se Denisi ka parë. Një shoku im. Shoku jot që punon te Irani. Pastrus te Irani. Më fal një sekond. Fjala si e ka kryeqyteti i Iranit? Teheran. Okay, sa se ka Teheran, se do është përktheja shqip. Si është shqip? Teherani. Teherani. Po pra, Teherani, ka dalë. Okej. Mos i vill dikujt. Kush është xheloz për sa po the. Se mu duke moment si ai. Ore po, çfarë do bënit? Ja, zëre se ku di unë, sulmuan Shqipërinë dhe plasin lufta domethënë botërore, se jo vetëm Shqipërinë, Shqipëria do ja haj kështu kot, domethënë, më fal. Çunas. Mundan dysh raketa. Një raketë në dysh carang këtu. Carang këtej. Çfarë do bënit? Ç'do ishte gjëja parë që domethënë ku di unë, erdhi bomba 50 kilometra larg, ç'do bësh? Po ç'do bësh olla, ku dëgjon? Unë nuk e di, unë mendoj një herë do mbinte të fikët. Pastaj çfarë do bëja kur të. Po ne jemi stëvitur por se hedhim fishek zjarre njerëzit natë për natë, kështu që do kesh frikë nga zhurmat. Trimat nga Flora nuk trëmben me pak. Po bra. Po imagjino plak bir bomba këtu për shembull në komuna Parisit ku jetojmë ne. Dërgoj kamz. Netanyahu që po na dëgjon. Nuk e di plako kë ke në komunë Parisit. Bra, sikur të bjerë për shembull dhe të shikon njerëz pa kokordhok, njerëz pa këmbë ose një dorë që po do që vjen deri këtu. Si nuk do të bjerë të fikët? Po këtu në Stir ku jemi ne nuk bjen bomba. Tu ka njerëz pa duar. Këtu nuk i qenë gjë këto. Që pista pa duar. Në Stir. Made in Stir. Po çfarë do bësh burse? Bomba do bjerë. Po. Nuk është se ke ndonjë opsion. Si jo më. Po s'ke opsion olla. Ç'do bësh? Do vazhdosh punën. Pra, kjo është po do dalësh një në dritare, çfarë ndodhi, e ke parasysh? Po, jemi në minutat e para, po, gjithë, a dale fikim një cigare. Po jam minutat e fundit se e ke parasysh, do i them krashit tim, zemër, hajde njerë për herë të fundit para se të vdesim. Në balkon? Balkon, prago, do vdesim. Na thoj që balkonit do jeshti që ta shmangim, ta shofim bombën nga një balkon tjetër. Që prago që e ndrove. Do shikoje. Që do bëhet i deno po të binde bomba? Thash pra, pasit të qohesha nga të fikti, se di plak do mlidhja konservat, e do shkoja në majtë malit, te nga Korçë, normale. Po, Korçë është edhe ujë mirë. Po shprish rruga, valla. Më notë, më? Apo të shkoj? Më shkoj, do burë shkoj, do të shkosh me notë. Po, do ta provoj një. Në Tiranë nuk do rije, se kryeqyteti do ishte... Po, objektivi parë kryeqyteti. I dytja që dhe ti Karaburuni. Jo, i ti vrasim ca njerëz Lakuriq. Jo, i dyti është Kuçova plak. Po, Kuçova, domethënë Kuçov s'do vija, në Tiranë s'do rija. Këte nga Durrësi s'do shkoja. Se ka port. Në Vlorë kam fri nga vlonjatët veç. Pse Kuçova është i dyti kështu? E morët të dytë më rëqën dhe unë se di. Po se është baza aerore e NATO-s plak. E NATO-s, po. Edhe është e kam bërë ata që bazat e NATO-s. Edhe Bond Stili është pastaj në Bonfire. Kush është? Bond Stili është në Kosovë.
Ai që është underground. Bond Still. Ngjazi emër këngë. Ed Sheeran Bond Still. Si grup rocku valla gjerman. Bond Still i plako është baza e Amerikës në Kosovë. Fal, mos ço kam vetë për pjetë, blek, nuk dëshojmë dot. Si shumë. Shumë i ke lërë që i këtë ngushta. Sa mendimi keni për çunat që veshin pandonat ngushta? Ku diu? Si ulen. Te i kap lufta ato? Nuk e di. Imagjino po të detyrojnë të shkojnë në luftë. Pash një meme, thoshte vinte njëri me karrocë kur ishte kështu nga këto rekrutuesit e luftës të shtetit, hynte brenda në shtëpi edhe nxirrte mamaja djalin duke shtyrë me karrocë, duke domethënë keq fare, po çpati një muaj ishte mirë, ja kështu. Si smur. Si smur djali. O shoku. Djali o shoku. Duke bërë si punë ati. Rekrutuesi pastaj largoheni nga ambient. Nëse bie bomba atomike, pastaj për ata që janë në Elbasan do të dallojnë ndryshimin. Hap metalurgjiku, prap. Vala re, po t'vale re, këtë vale kemi pasur për shumë vitesh. Zote, shiqërori freskuas, kishte mbaruar radioaktiviteti. Po, bra. Sporriteshin më 3 kastravec nga një. S'po bëhem më domate kjo patatja. Të vetëm të mbjetuar në Elbasan, bre. Po jo, duhet vëm që tani domethënë, që të mësohemi. Po jo më do vëm për ditë vere. Po vetëm ditë vere është një ditë por. Duhet vajtë çdo fundjavë në Elbasan. Nuk bësh dot Elbasan live. Po jo mos do të bëjmë Elbasan live unë burr, thjesht duhet të mbjetoj bombës atomike. Bomba atomike s'bien Vlorë. Po do bie diku. Është zani akoma se kam këtë informacion. Po ti mua pyet sikur unë po haj po pi me të. Edhe po. Do sa po bën atë të tretën. Ai është nderi flonjat. Zani është filozof. Na vjen në band plak. Ne janë situata atje. E lam. Zani njëri ndëruar fare plak ose jo. E keqja është se kemi dalë me fytyrë valla. Ç'është ajo pika kuqe që pa na vije në ball. Këtë ke muri, se s'po kap mirë më duket. Nuk besoj se vërtet teknikisht mund na arri raketa, po çfarë lloj përfitimi. Po pra përfitimi i Iranit në këtë mes. Shikoj. Kishin lëshuar një raketë të drejt Turqisë, kishte ndërhyrë NATO. Jo drejt Turqisë. Drejt kujt? Kishte kaluar në hapësirën ajrore të Turqisë. Po ku ishte e drejtuar? Po për shembull ata para ca kohësh kishin goditur në Çipër. Në Peqin. Çipro. Ndryshe, mbrapsht Peqin. Në Peqinin e Çipros. Po. Edhe kishte kap NATO. Doni të godisin, jo, kishin rënë det ato. Doni të godisin. Kush kishte rënë det mo? Atëre kishin hedhur 2 raketa plak. Ishte udh direkt. Kishin hedhur 2 raketa plak. Po. Edhe to 2 raketat kishin rënë në det, edhe ishin Po si kishin rënë vet në det? Po pra nuk e kishin shinjestruar siç duhet. Po unë e di që i kishte rrëzuar NATO, i kishte bërë kështu intercept, se s'po di si ta. Ato të Çipros apo këto Turqisë? Turqisë. Po ti tani më thënë se janë Turqisë, ishin në Çipro. Po tani 1 minutë por se s'po më lë fare domethënë. Okay, po, lëre. Po janë dy muhabete shumë të ndryshme. Ke të drejtë, unë po bëj muhabetin tim fal. Bësh muhabetin tat. Okay, po vazhdo. Jo, ideja është tu plako që ajo s'besoj që ka qenë për Turqinë, ajo thjesht ka kaluar në hapësirë. Ka kaluar edhe ka hëngër rrugës. Po pra se bëhet intercept po edhe po kalonte mbi Turqi. Po them. Tani në hapësira ajrore nuk të lë njeri domethënë, normalisht do ta godisin atë. Edhe më përpara kishin goditur me 2 raketa mbi Çipro. Për të goditur bazat e po këto emrat me që gjitha. Edhe domethënë kjo është ideja që kishin vajtur për të goditur bazat që ishin bazat angleze. Po. Në Çipro. Po. Po ato kishin rënë në det, domethënë nuk kishin zënë atë çinjestrën e tyre. Po.
Edhe besoj edhe kjo për andej do jetë drejtuar, s'ka vajtur ata se si la mendje të godasin Turqinë. Se di ku ishte drejtuar, po kalonte në Turqi dhe kishte humbur NATO, jo, mos gjë, ku po shkon ti edhe pa. Po gjithë lufta bëhet plago për kontrollin e hidrokarbureve, mos t'i japi fuqi Kinës. Ore kishte thënë Kim Jong-u, që ishte gati Kim Jong-u tani, domethënë është duke prit si s'po gjuar njëri mua të testoj këto. Ka 20 vite që prodhoi raketa, s'po i vë dot në përdorim. Asnjëri se do. Edhe i kishte nxjerr kështu, domethënë i kishte thënë Iranit që nëse ngacmon njëri, të luaj edhe unë. Më thuaj mua se nëse do të bëhemi shok bashk, më thuaj mua që i largoj unë qefin domethënë. Po, të ndihmoj. I bie unë Izraelit. Kështu kishte thënë. Çfarë mendimi keni? Çfarë mendimi kemi? Shko, unë kam edhe një çik merakun e këtyre lajmeve, a janë vërtet reale apo jo? Të kujt? Po jo, për shembull kjo puna e Kim Jong-unit që domethënë që është i gatshëm për të goditur. Ku di unë? Ta kërkojmë. Jo, e kam fjalën që a janë vërtet të vërteta kjo që do e bënte vërtet thua ti apo që ka thënë këtë gjë? Po, më duket i çik e pabesueshme që jo, ajo më shumë është presion. Për mua është presion ndaj Amerikës që se kishin pasur një gjë me Amerikën që kishin domethënë do flisnin edhe nuk folën se Trump ishte i zënë duke udhë raketa kënej edhe prandaj ndoshta tha ajo u flet me mua ti. Jo, shko se besoj që ai është ka delirin e madhështisë sa ti duket sikur ai ka në dorë të bëj presion Amerikës, po. Në të vërtetë është diçka që s'vlen, se sa asnjëherë nuk ka vletur më. Po jo, sa ndihmë mund t'i jap Korea e Veriut, po ka bomba Iranit. Ka bomba atomike i plot. Po ai ka vërtet. Po edhe se edhe ky është informacion. Edhe sigur, domethënë, gjithmonë ka qenë presion. Edhe nga ca dokumentar që kam parë më përpara, është një strategji domethënë për mua që jam dhe unë këtu, nuk është asgjë tjetër. Ai bën edhe për politikë brendshme patjetër. Okej, themi këtë gjë që do me të tregojmë që jemi të fortë. Po, kemi edhe ne që është gjithmonë armiku vazhdueshëm në cepa. Të fitoj Korea Veriut, shumë gjë e keqe, nuk e di. Më duket shumë e paftë si shtet për të fituar. Ta vëmë në Polymarket, sa është basti që fiton Korea Veriut. Trumpi. Kampionatin e botës. Jo, po e gjithë lufta ajo po bëhet plako, se Trumpi po përpiqet që t'i heqi atë fuqinë Kinës, sepse edhe lufta që po bëhet tani për shembull po bëhet e gjitha në pjesën e Gulfit. Domethënë në pjesën që aty ku transportohen gjithë mallrat, edhe aty Kina ka pothuajse 80% të transportit që i kalon nga Kina edhe vend drejt Europës ose vendeve perëndimore. Edhe duke bërë ai këtë gjë, domethënë këtë luftën që po bëhet edhe Irani që po i godet ta se mendon se po bën mirë, e ke parasysh është në dëm të Kinës në këtë rast. Sepse edhe në qoftë se Kina do vejt për shembull të ndihmojë Iranin, mendoj plako që Afganistani dhe Pakistani po luftojnë plak, edhe nuk kanë domethënë se si t'i kaloj ndihma Kina Iranit. Domethënë është edhe Trumpi shumë i zgjuar plako, po ta mendosh që vajti mori rezervat e naftës në Venezuelë sepse Venezuela kishte 7% trade vetëm me Kinën për naftën valla. U don disa që donte t'ia hiqte me tërmend gjithë superfuqinë që kishte marrë Kina që mos bësh e para domethënë në pjesën e hidrokarbureve. Kjo është një anë. Ana tjetër mendoj që ato po duan të më fshehin skandalin e fajleve të Xhafer Epsteinit. Okay. Mendoj që janë të dyja domethënë këto që thua ti, pra është një kontroll i resurseve normalisht ekonomike dhe rrugëve të këmbimit materialeve. Gjithsesi ne pra 10.000 lekë di edhim në makinës. Po, nuk rritet çmimi. Si ta një shoku im, pra buk me djallë do am, kështu që ne i mësuar, nuk e vrasin shumë mendje për këtë pjesë. Lexova një koment që thoshte papritmas bunkeret e Enverit u bën interesante. Gjithmonë ka qenë interesante bunkeret e Enverit. Atraksion për çdo gjë. Do dalin shitje. Nuk do dalin më shes shtëpinë në komunë, shes bunker. Një plusish. Me raft konservash. 1200 lekë. Ato të mira me vaj fare vegetal. Të bler ditë për ditë. Ore çfarë është vaj vegetal? Si e kam ide plot. Vaj bime?
Vegetar. Bim në gjumë. Apo vegetativ. Bim që nuk lëviz. Okej, mua më shkojt pak në banjë të drejtë. Është pjesë e podcastit? Jo, pjesë e jonë. Do pimi cigare? Do pimi cigare. Ore, ç'ishte ajo pyetje që do bëje ti sot? Domethënë se ishe përgatitur shumë. Po jo pra, mbaruam për Iranin. E pra, aq ishte. Tani fillon pjesa më e bukur. Se unë s'kam dërmend më të flas tani për historinë. Pse? Po se ndihem shumë i kulturuar. Për ta bërë muhabetin këtu me ju. I sofistikuar muhabetin. Po bra. Po bra. Plak, unë edhe mund të jem përgatitur, por që kam harruar çdo lloj gjë. Më zbër truri reset, plak. Kështu që jo ma, shiko, disi ishte puna që po shikoja një dokumentar edhe ishte një lloj kulti në Amerikë që ishin fëmijët e Zotit edhe më kujtua kjo që sa të çuditshme mund shkojnë besimet fetare ose kultet në vetvete. Edhe këtë po mendoja që a keni dëgjuar ndonjë kult çuditshëm? Është një gjë shpivur plako që unë sërse kam shumë qef domethënë që ta besim muhabet domethënë po në Tajland kishin gjetur një grup nga këta indigjenë domethënë nga këta që ishin të ndarë nga shoqëria. Po. Edhe këta plako i venin liderit edhe për tu shenjtëruar le të themi apo për të marrë atë mirësinë e Zotit, hanin jashtëqitjen e kryetarit domethënë, e priftit në këtë rast, priftit tajlandez. Ka doli në lajme mo është? Ka dalë në lajme, po. Që i kishte nxjerr një youtuber plak. Po, kishte shkuar njëri. Ti inicializoi. Po. Ajo është fezjar plak. I denoncoi te jeta ushqef domethënë edhe nga aty pastaj mori për keq. Është lloj talli me njerëzit, po edhe kënaqësi, mbas ai ndinte kënaqësi edhe vet ai lideri. Kur i shikonte njerëz. Ishte i vjetër në mosh. Sa vjeç? Po, ishte i vjetër, ishte domethënë mbi 60. Mbi 70 ndoshta, si tu duket. Po, ashtu më duket. Edhe ajo jashtëqitjen do ta kishte me problem. E pra. Njëri dele fort, njëri e but. Varet çfarë fati ke. S'është konsistent. Ai çik më shumë patate. Po. O lider. Ishte një fet tjetër që nëse këtë e kërkova, domethënë kështu kush janë fet më të çuditshme. Ishte njëra që bazohej mbi arrën e kokosit dhe mbi lëngun e arrës kokosit. Kaq, domethënë çdo gjë duhet vendi atyre i shenjtë ishte një ishull vetëm arra kokosi. Dhe kaq domethënë. Po edhe një kaq plako se do të besojmë. Kaq. Po si ai ishte edhe një tjetër që ishte me besonin tek alieni spaghetti. Flying Spaghetti Monster. Bravo, plak. Ke gjetur fix. Kjo është e vjetër. Dhe kam dëgjuar. E ke dëgjuar apo? Ja kam dëgjuar. Si antar po flet. Nuk mund të. Ata të mqeftë. Japim më shumë informacion. Plak shumë kreative po ta zësh. Patjetër. Si lloj feje. Spaghetti. Është me origjinë italiane. Po. Ai ka krijuar botën, domethënë. Spaghetti është përgjegjës për krijimin e botës. Spaghetti me çfarë? Me çfarë spaghetti? Katër djatër. Apo ska spaghetti. Jo, më është me kremin sipër, me siç jet pana. Cacio e pepe. Po, cacio e pepe, bolognese. Edhe kjo me 4 djatët. Po, në fakt, plako kjo që po shkoja në dokumentar për këta fëmijët e Zotit, ishte interesante se këta kishin qenë praktikant të fesë kristiane, e besonin te Jezu Krishti. Pastaj ky lideri ishte manjak që në fillim, plako, edhe gjithë predikimin e tij e çoi tek seksi. Normale që edhe i merrte njerëzit, gjithë antarët duhet që dorëzonin lekt, pasurinë edhe gruan.
edhe gruan faktikisht. Nuk duhet të ishte pasuri. Po. Pasuria më e madhe që ti ke gruaja ime. Jo, ajo 40 metër katrori që ke në komuna Parisit. Atë pasuri e kam fjalën. E kam bëni me një bukier. Ndroni. Seriozisht, ju merrte lek edhe pronat imobiliare, edhe i thonte që s'duhet fliste mas një antar të familjes. Kjo që e keq. Brainwash komplet. Po, që ti ishe vetëm në ai komunitet ti. Edhe pastaj antarët femra duhet shkonin, domthon të joshnin njerëz të tjerë për të bashkuar fesë. Domthon që edhe si rrjet prostitucioni me pak fjalë. Po më duket si piramidale më shumë. Tamam, mund t'ja vije emrin fëmijët e Sudes. Fusni 3 me një 6 fëmijë. Zotë ma. Po e kërkova që a kishte pasur një komunitet tillë në Shqipëri dhe theshte që ChatGPT-ja theshte që jo, nuk ka pasur. Se dhe kur kam pasur këta pikun, ne kemi qenë t'izoluar, kemi qenë komunizëm. Okay. Pas 90-s, po, kanë ardhur kulte në Shqipëri, po jo ky specifikisht. Jo se doja të ndarsohesh. Spunon të linku. Po. Thjesht doja të mos i flisja me familjes. Kaq, po jo, më detyron feja, s'kam çfarë bëj. Do të dalë edhe gjuhë ti për peshk. Të lëdhe shpinë. Zoti ma. Plago shumë. Në fakt nga këto kultet, po ta zësh kult që ka depërtuar në Shqipëri është edhe kjo dëshmitarët e Jehovait, se kult është në fund. Apo ka kokë. Po. Nuk ja kam ide valla. Ndesh u bashkova me një kështu në Itali kur jetoja andej, domethënë bëshin kështu propagandë. Që po dëshmitarët e Jehovait janë këto kua e Rojës. Po, edicioni. Me këto ishte nëna ime. Po. Sepse ishte vetëm shtëpi kur dilte gjyshi, s'kishte çfarë bënte dhe ja hapte derën. Këto dhe i mbani me muhabet ato. Edhe i jepni revista aty. Unë gjeja revistat e atyre edhe. Po nëna që nuk besonte UFO e tjerë, kështu që i kishte kështu si sport edhe këto. Besonte te ofertat e Top Shopit. S'ka pasjen atëre Top Shopit. Ishte vetëm këto. Besonte te firmat piramidale. Jo, nuk e di më fakt se kam pyetur. Këta kishin një lloj marketingu, më duket shisnin fshesa me korrent. Po fshesa me korrent 5.000 euro. Ta të Jehovait. Pas kaluar nga Berlusconi më duket. Kjo, po ku ka fshesi kjo të thithë tapetin. Kjo të qenë çdo lloj gjëje, të çonë në shpirtërore. Do të thith burrin fare. Qose të mërzit. Po, ose të shkon punë. Ndis fshesën. Po mirë, çuditshme është edhe kjo puna kulteve. Po, njeriu mendoj që ka nevojë domethënë që futet ke një nga këto kulte domethënë dhe në një herë i vjen ke dera kulti dhe thotë do vish. Ore, gjithmonë kam qenë kurioza, marrin lekë ta Jehovait apo jo? Nga kush? Na dikush që i paguan, këta që të vinë për shtëpira, për gjëra. Unë besoj se funksionojnë me donacione që sponsorizojnë domethënë ka njerëz që japin donacione ndaj fesë edhe këto pastaj përdoren për të. Po imagjinon domethënë për 300.000 lekë se çfarë bëjnë ata? Marrin njerëz të tjerë. Nuk është punë 300.000 lekë, është punë atë kanë atë lloj mendimi, domethënë që funksionojnë kështu gjërat dhe Po. Shko, unë se besoj që ta bëj njëri për lekë. Ne nuk besoj që nuk e bën për lekë. Primarja nuk është lekë, mbase nëse japin lekë, do japin lekë sa për të jetuar, po s'është ajo qëllimi. Ose indoktrinimi i tyre nuk vjen nga pasuria që besoj e kanë lidhje shpirtërore. Po, diku e ka goditur, jo vetmia, jo varfëria, jo. Po edhe mbase mendimet që duhet besojnë diku e ke parasysh. Po, edhe mendimet, po. Domethënë ka një lloj mangësia i person që mund shkoj drejt kultit. Apo jo, s'ka. Okej. Nuk është ajo lloj mangësie. Jo, dëgjoj. Ajo lloj mangësie çon drejt makinave të shtrenjta. Jo. Unë mendoj që pjesa më e madhe e feve janë kult në përgjithësi, domethënë, në varësi se sa përfshihesh në to.
Sepse çdo fe po të përfshihesh shumë, domethënë bëhet në kult. Ajo pastaj mendoj që ndryshon nga njeriu në njeri se sa i dhën jeti mbas kultit. Pra, domethënë mendoj që ka njerëz që gjithsesi janë të përfshirë në fe, por nuk janë aq si thënë aq të futur aty brenda që të influencojnë aq shumë, domethënë në ndrojnë menime. Pra kanë një jetë normale të përditshme, thjesht kanë një besim. Që është ky besim. Ti thua që ka njerëz që mund janë vetë të ndërtuar që mund të jenë prej këtyre kulteve, ose domethënë përfshirjes në kult, se sa i përfshirë mund të jesh. Domethënë është vetë njeriu ai që një njeri përfshihet shumë, një njeri përfshihet pak? Mendoj se po. Domethënë përfshirja më e madhe mendoj vesh influencë patjetër nga jashtë, nga familja, nga shoqëria e tjerë dhe ajo pastaj varet domethënë se në çfarë kur ka filluar të influencohet. Po. Sa më herët filloi të influencohet njeriu, aq më thjesht dhe kaq të përfshihet më shumë. Ai është faktikisht ai është gjë tjetër, sa domethënë ai është rritur me atë lloj fryme dhe prandaj ka. Po unë mendoj që pjesa më e madhe, ka dhe raste që përfshihen vonë, çfarë s'bën vaki. Po, si ata që kanë filluar. Po njeriu kërkon një rrugë dalje, njeriu kërkon një lloj sistemi. Se shiko, se kjo që sapo the është edhe ajo që po mendoja unë, që përveç se një njeri mund të jetë më i prirur të besoj në kult ose të përfshihet në kult, është edhe rrethanat që përcaktojnë atë. Për shembull, siç po thoje që ai është rritur të disa njerëz që besojnë të kjo. Eksakt. Ose është një lloj mangësie që ata kanë një vetmi ose një mos përfshirje në komunitet që të bën ty që imagjino plago domethënë që të kish një gocë qef edhe fut përfshihesh në kult vetëm për ato që ai është lëvizje zjarre. Është super. Ka shumë mundësi që ti arrish qëllimin. Po pra, se këta unë e di për shembull që këte kulti këtyre të Jehovait për shembull martohen brenda fes. Aha, okay, domethënë edhe këta të gjejnë edhe nuse. Të gjejnë nuse ata. Po kjo që nga fes zjarre. Është problemi. Shumica njerëzve po vuajnë. Po pra, do ta shohim se alternativë. Edhe kjo na ka ngel plagot te checklista. Ku do gjejmë nuse? Kisha një shaka shumë të errët dhe ata i po pse më thua? Po pra, do të them plak nuk ndal gjë. Thua se ta presim. Po pra, presim. Do të presim fjalën domethënë. Jo, i thot ai që kanë kryetare prifta, çfarë kanë ata, i thot, kemi gjetur nuse, po është gjike ngrirë. Nuk kundërshton. Nuk lëviz shumë. Se ka temperaturën e trupit 36. Nuk bën zë fare. O zoti mam, na ruaj zot. Do kthehet. Okej. Këtë shaka do ta presim. Ose jo, varet. Si është mundi. Po, editues. Producent. Po, producent. Plak, ne kemi producent, më plak. Shumë podcaste janë kod fare, s'kan producent. Po, ne kemi jo vetëm producent, content creator, social media manager. Ua, plago, ne jemi dhe një fanbase shumë të gjerë. Ja, sa iku me motor. Përshëndesim. Creatori. Përshëndesim dhe personin X. X-in po. Edhe si përfundim, domethënë si vazhdim, është edhe një kult tjetër që dalin në adsat e Instagramit, ata që thonë hajde të kurse falas për të mësuar Biblën. Nuk është po njëjti? Jo, është një krishter. Janë akoma më të mirë. Apo protestant. Protestant apo të krishter? Nuk e di, unë pash dy bjondë më sy bëjqili. Po, do dhe marketingun ato, departament e marketingut është shumë on point. E kanë të tonin. Hajde te kisha jonë, okej? Pa, i dalojsh e gjdo quk. Si reklama iPhone 4. iPhone 4. I dalojsh e gjdo quk.
Unë do shkoja të mësoja Biblën. I kam parë unë ato reklamat edhe klikoja aty ke profili më zgjeja më shumë informacion për kishën. Reklamën. Ku ndodhi? Se jepte më. Jo, nuk i shkruajta. Duhet i merri në telefon, besoj. Bile unë do Një orar. Për intervistë. unë do shkoja dhe do mbesja Kastile që ta përsërisja prap. Kursin. Ky nuk e kalon dot. Nuk di të lexoj. Jo, mos ma jepni me hatër. Kush e di çfarë test është të bëjnë aty? Testi është të bëj kryqin dhe fitove. Se bëj dot. You're hired. Ngrej çikate. Po këta lavatrice. janë ata, janë mormonët. Mormonët. Po. Ata që dalin reklam, po. Po është shumë i vështirë kulti mormonëve plako. Dgjoj, po janë po ato që janë të veshur me këmishë të bardhë dhe me një etiketë këtu ke gjoksi? Jo, ata janë të tjerë plak. Kush janë ata? Po ata janë të krishterë, burr. Po nuk janë të krishterë ata opur. Jo, janë me burg shumë mormon janë. Këta që të mësojnë Biblën. Këta që flasin shqip kur dalin rrugë. Po, mormon janë. Mormon? Po pra, si që kanë krishterë. Mormon janë me mision ata, se e kanë për detyrë çdo person që është antari quhet, nuk e di që quhet i mormonëve. Mormon. Do të bëj një vit mision, po. Po, kush është ndryshimi atëherë midis tyre dhe Jehovait, se unë nuk ato bjondet kam përshtypjen. Me shumë mundësi. Se unë kam parë kur në Rojes, po nuk është se mbaj mend domethënë që lexoja aty, se isha shumë i vogël. Po mirë, shko Kulla Rojës edhe unë nuk e di pse kam parë. Ne kena parë të gjithë, ato revista kishim. Po. Ishim falas. Jo, kur qetheshe ishin aty edicionet e Kullës Rojës. Aq ne kishte berberi për arredim. Kishte edhe kështu Playboy, po atë kishte. Do një poster të Jezusit, po më veje. Ve aty gjitur me Brian Adams. Që i kemi për flokët. Kush është ky? Një këngëtar. Anglez. Po. Zoti ma. Okej, atëherë. Ti Albi, në çfarë feje aderon ti? Unë Na dero. Apo nuk beson fare? Po jo, shiko, të them të drejtën, domethënë, unë nuk është se ndjek shumë një fe, sepse normalisht neve se na kanë në familje që na japi një fe. Por ne si fe, si familje, domethënë jemi bektashim. Festojmë vetëm në Bruzin ditën e Ashurës, plako. Edhe ne jemi zjarr fare, domethënë. Po. Feja më zjarr. Faktikisht është shumë fe chill. Është, domethënë, po ta mendosh. Është si fe hipisto. Hipis. Si fe hipive. Po domethënë është okay. Ato rregullat i kanë. Por problemi është se si ndjek njeri, domethënë, që jemi secili për vete. Po bra, feja zjarr. Domethënë, imagjino të vesh për shembull teqe edhe të vi vet gruaja të shpërndaj raki, ku diun. me atë me babain aty. Okej. Tash u bë dark plagë. Për sot. Gruaja kujt? Dhe babai kujt. Është dikush që i shërben një teqe plagë. Po. Edhe ajo Teqe apo teqe? Si mund duash. thua si duash, mund ta thuash. Vëre tek si ku duash. Dakor. Edhe babai quhet ai pari, ai që i teqes, domethënë. Po. Edhe kjo gruaja tashin normalisht është aty edhe shërbësja. Po, tip shërbëse. Tip mirëmbajtse. Okej, domethënë nuk është se është gruaja e dikujt. Jo, gruaja e skujt. Domethënë gruaja e dikujt është. Gruaja e skujtit. Gruaja e dikujt është, s'bën sens po. Faktikisht nuk e di, duhet ta kërkoj këtë gjë, po që më ka mbetur fiksimi i vogël, gjithmonë nxirrte në televizionin shqiptar, ishin dervish quheshin ata dhe bënin rituale me shtizë. E keni parë ndonjëherë nga ju? E kam parë. Domthon shponin faqen, domthon nxenin shtizën dhe përçonin tej faqes ose e futin në gjuhë. Gjëra afrikane, nga ato tribut mua, jo. Unë jam i bindur që e bënin këtu. Dhe ishin dervish quheshin dhe kam përshtypjen që ishin të fejs bektashi dhe ishin shqiptar. Po dervishët ato. Po çfarë është kjo? Kjo është pra endurance.
nuk ishin bicikleta për të vajtur mal, bënin këto me shtiza. Ishte si test, domethënë që ti duhet ta kaloje që të futesh në një grup në Jo të futesh, se dervish nuk bëhet, me fjalë, bëhet kushdo, po nëse do bësh dervish. Kush dervish? Okej, po pse si bësh dervish? Po duhet të kesh ca rrjedh nga teste besoj, ke parasysh. Po pra testi i shtizës. Është si ai më i madh domethënë. Besoj, unë te ke parasysh. Pash, se kam shumë ide se ke bërë testin ti. Jo, që ishin këta dervishët ishin. Do par plako. Po do e shohim. Dhe do vëmë video kam përshtypjen. Po, dhe ikim në teqe plak. Ikim këtu në Alidem. Ua, tu ku është krye gjyshata. Po, do ikim të morë. Do morësh më zjarë. Ikim të morë me motor. Qoftë se do kishe një kult. Do me thënë do ta krijoje ti një kult. Po. Qa kulti do krijoje? Ke mundësi do me thënë që ta shpërndaj shumë. Krijoj një kult unë dhe ta shpërndaj. Po, do me thënë ti ke një ide, je i pasur dhe. Do të bësh një kult. Tip Gjaferi do me thënë. Jo. Gjaferi, okej. Do ecë dhe por nuk është kulti mirë. Do kishe shumë pasur shok. Do duhen shumë lek. Po. Do kult do ishte kulti korpurdhave. Pse pikërisht korpurdha më plak? Korpurdha më plak. Ku ka gjë korpurdha nga ato korpurdhat çliruese. Okej, ti ke kështu për drogra. Jo më korpurdha, nuk janë drogra ato. Nuk janë drogra, po çfarë quhen ato? Korpurdha. Psychedelics, okej. Do filloja prap hippie movement të 70-s. Ajo zjarr fakti po ta mendosh me korpurdha. Këtë ishte kulti. Çdo njeri që do futej do kishte inicializim korpurdhën. Po duhet ta sillte korpurdhën vet apo do ta kisha aty? Jo, ja gjenim korpurdhën. S'është problem. Po tani këta të kultit për shembull, mund ti këta që ishin më të vjetër, do dilin të vilin korpurdha për shembull? Po jo më korpurdhat i rrisin vetë ato. Është kështu, është rritë. Mirë, do drogoheshit bashkë. Nuk është drogë. Nuk është drogë. Po, se ishte edhe papritur si pyetje. Çfarë feje do krijoje? Religion. Po asun se kam menduar plako, kështu që po ta lë ty radhën. Jo, un plak është shumë e thjeshtë për mua. Gratë pa recipetra. Meshkujt lejohen. Mund t'i bashkojmë kultet. Bravo, ky bashkim do jetë super. Korpullat pa recipetra. Për emrin e diskutojmë pa. Vendosim. Po çfarë thua? Po në fakt po të kesh shumë lek aty të çon. Po fix. Tek një, domethënë shumë lek dhe influencë dhe fantazi. Shumë lek dhe fantazi plako. Mendoj se mund të bësh gjëra të mrekullueshme. Shumë do i thoj dikujt ti ku dëgjon, për lej shumë me këtë qenin, të fitosh 1.000 euro. Po. Edhe do e shikoj atë duke, jo, okay, se kjo. Duke përleshur në kuptimin e mirë me rop. Po, në kuptimin e mirë, domethënë ta përqafosh qenin. Kjo podcasti jemi duke gjyt shumë, jemi si Irani. Jo, vetëm jemi duke gjyt shumë raketa kot në kot. Jo, vetëm ato gratë që duan qenë, duan të merremi. Atëherë më të rrezikshme si Izraeli. Se Jatullau. Ama se kemi Përshëndesim Netanyahu, se po na dëgjon. Dhe vajzat që kërkojnë qenë, që duan qenë. Dhe jo burr. Po në fakt ka arritur deri në një fazë shumë të keqe kjo rritja e qenëve. Bësh fëmijë me qenë. Jo arat fazë. Se domethënë njerëz ndihen shumë plotësuar, duke pasur vetëm një qen. Nuk kanë nevojë as për partner. I bën shkurt. Më. Ke një krijesë që të dëgjon, çdo i budalla që ti thua, nuk ankohet. Nuk të thotë që sa budalla je, më blaq. Ti je shumë budalla, ti je sa keq vishësh një. Kush shkon ashtu ti çtrera. Sa dëgjosh kur has. Sa me gojë. Me gojë napër. Zoti mal, prandaj. Rri mirë, për të spori jam. Rri mirë, po si rrihet mirë domoshta. Se po rri mirë. Prandaj qeni është aty.
mund të le 2 herë. po, kur Kush do të haj kompanjo? buk, je për të ngrënë buk, bën një xhiro me të, po. Qeni takon qenin, ti rri nuk takon atë që ka qenin. Po. Duke ndonjë në këmbë. Po, bravo. sa kështu duken ata, domethënë çunat edhe gocat që bëjnë bashkë shumë me anë të qenit plak. Imagjino domethënë sa mirë kam menduar si strategji. Ne ke provuar një herë, ke marrë qenin. S'kam qenë. Qen rruga mo, sa plot është. Me atë vëthin në veç, që është i vaksinuar. Thjesht hajde për këtu. Po si Bibla. Unë mbaj edhe qenë. Ti të kesh një ditë të lumtur sot, ti je me fat. Shko ke lavazhi, thua ti të futi një stek. Bërna jashtë. U dhe dhe qik shumë, nga to që jetë komave, që më smarin Romantik. Vari dhe një këshu në qaf, me logon e buçi lavazh aty. Ta ajrit. Po bra. Qeni duke menduar, o plagu, ti mendoj se unë nuk shkoja do të trija me familje. Unë prandaj jam që në rrugë, mos si duroj do të njerëzit. Manipulus qensh. Plak, po të kishin goj qenë, Zotin. do të dëgjonim çuditëra. Ças bëhet, pam një video që bënte ai. Mamo plak, mos e hap mos i muhabet atë po lë. Është të tmerrshme. Është shumë të tmerrshme. O shoku. Shoku. Ai është të tmerrshme. Largojnë nga ambienti. Atë nuk ka rim atje. Por ai arriti. Qëllimi që donte. S'kishte asgoj. Qeni ishte i lumtur. Brava. Jo, se i bën pak terapi faktikisht. Qenit. Po. Qeni ta më Ma njeriu. dolja e klinika që i kishte bërë terapi. Do nxori qenin Nuk si janë kishte gjëra të qenë. vërteta. Po. E morën në mbikëqyrje qenin një Po, bra, javë po. me psikolog. I bën foto para terapisë, i bën foto pas terapisë. Si te klinika Kate. Po. Sigur bënte flokët. Po, edhe u shërua qeni. Reklam, nëse qeni Po. është i abuzuar. Shkoni te kjo klinika për para dhe pas. Rehabilitim. E kishte ndruar në ngjyrë qeni. I kishin dhënë qenin e tjetrit. Ishte ftuar të Nga i drejta. zi në të bardhë. Ishte bërë një qeni bardh i bukur. Zoti. Kështu imagjinoj unë edhe atë rastin e parashëvis që e morja Baba. para dhe pas. Si Michael Jackson. Këta imagjino njerëz mund të shfrytëzojnë çdo gjë. Vetëm për Ca klikime. po, për ca Për çik klikime. fam. Po. Po ne çfarë do shfrytëzojmë? Ja pra, këtë do të thoja, edhe ne duhet bëjmë diçka plago për pak më shumë klikime. Nuk e di. Për shumë muhabetin që bëm për muhabetin. Okej, temën që kishim për plazhet nudo, Po. edhe të dalë dikush nga ne nudo s'do ishte keq me. Unë s'dal. Kush bje, bro. Da. Opa. Jo pse gëshër mos më pat. Dhe gjena. kush bje brënda. Vetëm kanë atjerë do mbash. Po. Edhe qenin. Jo më Lago, un po dola. Qenin e zi apo? Të bardhin atë bukurit. Me Je me vët në fat, veç. je me fat. Un po dola do dal vetëm me varse në qau, plak. Me varse Floriri. Lakuriq. Kështu që Okej. mund të më jepni ndaj lek blej ndaj varse Floriri. Pra, Ti ke varse Floriri. Ti e nga Flora. Ti lind me varse Floriri. Un jam Flori vet apo jo? Je Flori. Duhet ma thosh këtë plak. jo, unë po mendoja në fakt për këta qenë të rrugëve. Jo se po mendoja si që mendoja i shkreti. Po që janë bërë Mendon ai shkreti. Pa i po i shikonte me ëndje. Kurse unë po i shikoja me unë po i shikoja me frikë plago. Po jo, seriozisht janë bërë shumë të rrezikshëm. Po i me bicikletë dhe musul
një qenë, pa lidhje fare. Për zotin. Unë në korsit bicikletës, ose pa i cja. Korsit qëndve. Unë isha në korsin time dhe më sulve. Edhe unë i thira si shumë, faktikisht. Edhe... Po pra i thira... Nuk e di si... Po i thira, i ka tjeda shumë. Po isha këte nga liqeni, në kënë parë mua ca njerëz aty tër urejtje, do më thënë. Si abuzon ti me Babra, si thërë qenit, këta shi ka nevoj për atë trajtimin për traumë. Duhet paguaj edhe traumën në qenit. Traumën e qenit. Ta jo klinika. Plak, shumë keq është bërë. Klinika psikologjike hum. S'ke nga jaman, jo, nuk e nga jaman. Më janë surë ja 3-4 herë. E di, atë këshia ato. Të shofi gjëra që lëvizën edhe e turën. Po, edhe e shikon që do të sullet, faktikisht. E shikon që... Duke në sy ata që do të turë, plak. Ore, është një kështu që thonë që qeni e ndjen frikën, se njeriu lëshon... Në momentin që ka frikë, lëshon një lloj hormoni në ajër dhe qeni e ndjen atë hormonin dhe thot, pas ka frikë. E ka presionin. Prap më shkon mendje tek ai çfarë lloj hormoni ka çuar ai tipi. Nuk është për qeshë, faktikisht këto janë shakat të pruara. Abuzuar serial. Sa politically correct e the plak. Plago, ne do marrim më shumë dislike se ata gjihadista. Për zotë. Ata marrin super likes më plak. Po. Se ata kanë në krah muslimanët, kështu që. Okej, ne s'kemi në krah njerëz pa fe. As ata pronarët e matëseve s'kemi. Në krah. Qenë dhe matëse o benja. Kanë në njeri nga ju qenë? Jo. As njeri? Çuditshëm. Pas kur keni qenë fëmijë? Po jo, burse. Unë gjithmonë qef kam pasur të kemi qenë, po s'ma lejonin të merja. Kemi qenë pallatër kohën, ne të marrësh Chihuahua tani plak o s'ke që do. Po pse shkove të Chihuahua? Po se ishte qenë i vogël që mund ta mbash në shtëpi plak. Po ishte qenë, po më mund të i vogël. Po bre, fut kështu. E fut në xhep. Ti i vogël o plak, po është problematik. Jo, unë do kisha marrë një Golden Retriever faktikisht. Ata janë super. Shumë, më pëlqejnë shumë, se ka dhe tamam formën e qenit. Unë kam pas pastor gjermanu, bro. Okej. Sa shumë pas ke dashur. Po bra. Si, ke pasur prift nga Gjermania? Po pastor. Ja i lloj prift. Ja që ma rroba. Jo, kam pas një pastor gjerman, plago e kam pas një 3 muaj, po u rrit shumë. U rrit me të mund shumë plago, se hante vetëm mish. Sa hante zarzavatet fare, si prekte me dorë. I lidhe I flisja unë, jo, po asë do rritesh, do bërë mirë to. U mërzit plaga, po të se i gatuan dhe qënit si për ne. Sa të qënit. Po pra, si sa gjeon me bamje ti. Si dhe ca limon të lutë. Me menu. Edhe çuam në fshat normalisht. Edhe mban në gjyshit. Po rrojti ja 4 vjet. Si ka mundsi? Ka rrojtur 4 vjet pa buk, ble. Pastaj u zvoglua qeni prap. E morëm ne, u zmallua, çuam prap fshat. Kur tha u zmallua qeni, mendova se u bësa gjithë shtëpia. Bështë atë Qeni zmalluar. Ka qenë goxha i burrë, shumë i mirë. Edhe kështu vënë emrin, nuk e di pse pastor gjerman ja vura emrin amerikan. Amerikan? Po, kështu i thrisja. Amerikan? Po. Po shkurt, Kani. Amer, Kani. Amer dhe ik. Po është që nata mbash. Motoja qeni. Amer dhe ik fshat plak. Amerik. Ka qenë domethënë goxha i burrë. Po është që nafta mbash në apartament do. Po pra se po nuk dole 2-3 herë në ditë, po e mban burgze. Jo, gjyshi im e mbajti goxha mirë domethënë se edhe e stërviste që të ruante domethënë pjesën që kishin fushat. Aha. Edhe i
vetëm aty domethënë nuk e kalonte atë pjesën e dinte se ai që shkonte litari. Jo, me tërmend e mbante zgjidhur plako edhe aq bënte ai se bënte xhiron në mëngjes me gjyshin, që se gjyshi kishte edhe dhënë, kupton? Edhe atë kishte si territor ai edhe po kaloi i lumtur to 4 vite. Ato 4 vite po. Domethënë sa vende aty domethënë s'ka qenë me pushime në fshat. Hante ca pula, po nejse. Ata për bonus. Atë vetëm buk vlla dhe kështu. Sa fare ky qeni. Gjyshi, ndërkohë pulat mungojnë. Se kanë ngelur vetëm një gjel. Dhe pse është my famous. Sonë gjyshi. Pastori që hante pula. The chicks. O plagë, unë mendoj se u bë shumë vonë për drinin. Kush do e mbyll atër? Mbyll Drino, ta pothi Denisi. Ja, ta mbyll Drini. Puç, të gjithëve që na dëgjuar, të gjithë. Pa përjashtim, natën e mirë dhe gjumë në